Askush nuk do ta besonte këtë histori nëse do t'ua tregoja në sy. As motra ime, as nëna ime, as mikeshat që kam që nga gjimnazi. Mbase as unë nuk do e besoja kur, nëse nuk do e kisha përjetuar vetë, në çdo frymëmarrje, çdo përshpëritje të natës, çdo mëngjes të turbullt ku më duhej të luaja rolin e gruas së lumtur, kur në të vërtetë isha një grua e coptuar nga ndjenjat që nuk guxoja t'i quaja me emër. U martova me Erionin kur isha 27 vjeç. Një martesë normale, pa shumë zhurmë, por me bindjen se dashuria do vinte me kohën. Ai ishte i kujdesshëm, korrekt, më respektonte. Se desha me pasion, por ndihesha e sigurt me të dhe kur je në moshën time. Të rriturit përreth të bindin se siguria është më e rëndësishme se çdo flak që mund të djegë. Mos prit princin e bardh, ai s'vjen kurrë, më thoshte shpesh halla ime, më kujtohet dita kur takova për herë të parë babain e tij, Ilirin. Ishte një burr në të 50 thatë, i gjatë, i heshtur, me flokë të hirtë dhe sy që të shponin edhe në qetësinë më të plotë. E njihja vetëm nga fotografitë, sepse kishte jetuar jashtë për vite me radhë dhe ishte kthyer në Shqipëri para dasmës. Nuk fliste shumë. Ishte tipi që të lexonte pa të thënë asgjë, dhe kjo gjë më tremte në fillim. Pastaj filloi të më tërhiqte. Jetuam për pak kohë në një apartament që ishte në pronësi të Ilirit. Ai jetonte një kat më lart. Nuk e shinim shpesh, por kur e shinim, gjithmonë më vështronte më gjatë nga sa e lejonte etiketa. E ndjeja atë shikim të ngrohtë, të ndalur, që për një çast më ngjante si kujdes prindëror, por pastaj e kuptoja që kishte diçka më shumë. E kuptoja nga mënyra si më përshëndeste, nga si i ndizej zëri kur më thërriste në emër, Arlinda. Filloi si një fjalë më shumë në shkallë, një kafe e papritur kur Erioni nuk ishte, një ndihmë me çelësin e ngelur në brav. Por gjithçka ndodhi aq natyrshëm, sa nuk ndjeva momentin kur kaluam kufirin e thjeshtësisë, një pasdite të freskët në maj, po laja rrobat në balkon. Ai doli në balkonin e tij sipër dhe më pa. Nuk tha asgjë. Vetëm më shikoi për disa sekonda dhe u fut brenda. Ndihesha si adoleshente, me zemrën që më rrite fort dhe duart që më dridheshin. Çfarë po ndodhte me mua, erdhi darka, dhe ai trokiti në derë. Kam gatuar diçka më shumë, mendova, mos doni të hani bashkë, sa për të ndryshuar. Erioni ishte në një udhëtim pune atë natë, unë pranova. Gabimisht, me naivitet, ose ndoshta me vetdije të plotë. Nuk ishte darka që kujtoj më shumë, por biseda, zëri i tij i thellë, aroma e verës që na zbuti të dyve, dhe mënyra si më shikonte kur qeshja. Më tha se më ngjaja me gruan e tij të ndjerë në mënyrën si i prekja gotat. Më tha se ndjehej i gjallë kur bisedonte me mua. Dhe më pas, në një moment që më ngjan si mjegull, ai më afroi një dorë mbi dorën time dhe tha, nëse do të isha më i ri, do të kisha luftuar për ty, mbeta pa fjalë. Mu duke ndaluar, e papranueshme, por gjithashtu. E vërtet. Se mohova. Se hoqa dorën. S'kisha forcë, ditët që pasuan u bën më të ndërlikuara. E shmangja, por e kërkoja me sy. E përshëndesja ftohtë, por zemra më rrite kur dëgjoja hapat e tij në shkallë. Erioni nuk dyshonte për asgjë. Ai ishte i zënë me punët e tij, me botën e tij. Një botë ku unë ndihesha gjithnjë më e huaj, pastaj ndodhi ajo ditë. Ishte fillim qershori. Më mori në telefon dhe më tha, dua të flas. Vetëm një herë. Në sy. E takova në kafen pranë shtëpisë. Kishte veshur një këmishë blu dhe dukej më i lodhur se zakonisht. Më tha se nuk po flinte më mirë. Se e kishte humbur kontrollin e ndjenjave. Se më kishte dashur që në momentin e parë kur më pa dhe se nuk kishte pasur kur guximin të më thoshte. Por tani, nuk mundej më, e di që është çmenduri. Jam baba i burrit tënd. Por nuk e zgjedh dot këtë dashurosh. Dhe unë. Të dua ty, Arlinda. Dhe nëse ka edhe një pjesë të vogël brenda teje që ndjen njësoj. Eja me mua. Larg. Fillojmë nga e para.
Bota më rrotullohej. Ajo kafene u bë më e vogël. Ajri u bë më i trash. Ndjehesha si në një ëndër që nuk guxoja të kuptoja. Nuk dija ç'të thosha. I thash vetëm, më jep kohë. Duhet të mendoj. Të nesërmen nuk mund të shikoja dot në sy Erionin. Nuk e besoja më as për qafimin e tij. Ai ishte burri im, por nuk ishte njeriu që më trazonte zemrën. Ndjeja faj, ndjeja turp, ndjeja gjithçka përveç dashurisë, ditët kaluan dhe vendimi më rëndonte si një gur në gjoks. Një ditë shkova në shtëpinë e prindërve. I thash nënës se më duhej kohë për veten. I fsheha të vërtetën. Si mund t'ja thosha? Më pëlqen vjehri? Ishte e ndaluar, e çmendur, e papranueshme. Iliri më shkroi një letër. Një letër me dorë. Më tha se do të më priste vetëm edhe një javë. Pastaj do largohej përfundimisht jashtë vendit. Më tha se nuk do të më detyronte për asgjë, por nëse unë e doja, atëherë duhej ta dëshmoja. Nuk ka ndjenja të ndaluara, vetëm zgjedhje që duan guxim, më shkroi në fund të letrës, lexova letrën 10 herë. Mbeta zgjuar net të tëra. I fshiva syt në mëngjes duke mos e ditur nëse bëhesha gati për të jetuar apo për të ikur përgjithmonë. Të dielën e asaj jave, mora çantën time. Nuk mora asgjë nga dhoma ime dhe e Erionit. I lash një letër ku i kërkoja falje dhe i thoja se nuk isha ajo që meritonte. Se do më urrente gjithë jetën dhe e kuptoja. Por do ishte më e keqe një martesë me mashtrim. Se sa një dhimbje e çastit që do kalonte, kur dola në rrugë, Iliri më priste në makinë. I heshtur. I palvizur. Më pa vetëm një herë në sy dhe më tha, nëse hipën në këtë makinë, do ndryshoj çdo gjë. Unë hipa, u larguam nga qyteti, nga vendi, nga gjithçka. Jetojmë në një qytet të vogël në Itali. Askush nuk di të vërtetën. Të gjithë mendojnë se jemi çift i martuar me diferencë moshe. Na vështrojnë me kuriozitet, por ne jemi më të lirë se kurrë. Ka net kur ndjehem ende fajtore. Ka ditë kur kujtoj fytyrën e Erionit, nënës, të afërmve që nuk e din të vërtetën. Por kur Iliri më shen në sy dhe më thot je shpëtimi im, ndjej se nuk ishte vetëm gabim. Ishte edhe e vetmja rrugë për të ndjerë jetë, tani jam 32 vjeç. Dhe për herë të parë. Nuk kam frikë nga ajo që ndjej, nëse dëshiron vazhdim për këtë histori ose ndonjë version nga këndvështrimi i vjehrit apo bashkëshortit të tradhtuar, mund ta shtoj me kënaqësi.